Do të shohim tani edhe curinë e tregjeve në sesionin e sotëm. Sërish vëmendja vion tjetë e përqendruar tek zhvillimet që kanë të bëjnë me lindjen e mesme. Tregjet e aksioneve pas 2 ditësh me radhë në rënje të konsiderueshme sot janë stabilizuar duke tentuar njëri më këmbje, ndërkohë në tregun e brendshëm valutor dollari ka vjuar forcimin si pasojë e forcimit në tregje ndërkombëtare, ndërsa në anën tjetër moneda europiane ka prekur një nivel të ri rekord në raport me lekun në tregun e brendshëm. Edhe në tregje ndërkombëtare përballë dollarit, euro ka zbritur ndjeshëm, ka shkuar pranë nivelit të 1.16 nga 1.18 që quotohej ditën e premte përpara se të fillonin sulmet e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit. Sigur se mund ta shohim referuar shifrave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, dollari ka fituar edhe 0.86% të vlerës dhe kuotohet në 82.89 lekë mesatarisht, duke ju afruar më shumë nivelit të 83 lekëve. Ndërkohë moneda europiane ka humbur 0.13% të vlerës dhe ka prekur nivelin më të ulët historik në 96.19 lekë mesatarisht në blerje. Euro ka zbritur tashmë poshtë nivelit të 96 lekëve dhe ky është niveli më i ulët i regjistruar ndonjëherë. Duhet thënë gjithashtu që kjo rënje e euros vjen në një kohë që supozohet se fluksi i monedës europiane nëpërmjet kanaleve zyrtare, sikur se janë remitancat, shpenzimet e turistëve, por njëkohësisht investimet e huaja direkte, supozohet që për gjatë kësaj periudhe të jenë nivele të ulta, sepse është periudha e parë e vitit dhe fluksi më i madh ndodh kryesisht në mesin e vitit dhe në gjysmën e dytë të çdo viti. Turizmi gjithashtu supozohet të jetë nivele të ulta, por kjo nuk e ka ndalur zhvlerësimin e mëtejshëm të monedës europiane në tregun e brendshëm. Edhe franga zvicerane është në rënje, madje realizon humbjet më të mëdha me 0.76%, por kjo ndodh për shkak të rënjes së frangës në tregje ndërkombëtare. Mesatarisht franga këmbehet me 105.4 lekë. Paundi britanik është rritur me 0.31%, është gjitur njëkohësisht mbi nivelin e 110 lekëve, mesatarisht me eksaktësisht një pound këmbehet me 110.23 lekë. Dollari kanadez ka fituar 0.39% vlerës, kuotohet në 60.5 lekë. Dollari australian gjithashtu është në rritje me 0.14% të vlerës, kuotohet në 58.28 lekë. Jeni japonez këmbehet me 0.53 lekë, ka fituar 100 darkë dhe është në rritje me 0.26% të vlerës. Lira turke këmbehet me 1.89 lekë, në rritje me 0.02% dhe juani kinez ka shkuar pra nivelit mesatar të 12 lekëve, në rritje me 0.09% të vlerës. Kjo ishte curia e tregut brendshëm valutor, pra kemi të bëjmë përgjithsisht me një rritje të monedhave të huaja përballë monedhës son, me përjashtim të euros dhe të frangës zvicerane. Ndërkohë në tregjet ndërkombëtare vjon zhvlerësimi i euros apo forcimi i dollarit amerikan pikërisht për shkak të luftës. Investitorët do të vjojnë të jenë fokusuar tek zhvillimet që kanë të bëjnë me lindjen e mesme dhe sidomos deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump, i cili tha se do të përdorë të gjitha kapacitetet që ai ka, duke përdorur edhe marinën amerikane për të rihapur ngushticën e Hormuzit. Ndërkohë në tregun monetar, sigur se mund ta shohim nga rreth 1.18-20 që euro kuotohej ditën e premte përballë dollarit përpara se të fillonin sulmet, sot ka zbritur në 1.16 duke humbur mbi 2 pikë të plota në harkun e 3 sesioneve. Aktualisht një euro këmbehet me 1.1604 dollar. Përveç faktit që Shtetet e Bashkuara janë përfshirë në këtë konflikt, një tjetër arsye që ka rritur dollarin është se ai cilësohet si një aset i sigurt në periudha të tensioneve gjeopolitike. Ndërkohë paundi britanik ka rënë lehtë me 0.01%, këmbehet me 1.3053 dollar amerikan. Përballë frangës, dollari ka humbur 0.08%, vlerës këmbehet me 0.7809 franga. Dollari australian është në rënje me 0.11%, këmbehet me 0.7025 dollar. Dollari kanadez është rritur me 0.12% vlerës, përballë dollarit amerikan këmbehet me 0.7319 dollar dhe në raport me jenin, dollari ka humbur 0.24% vlerës, kuotohet në 153.33 yen. Jo vetëm tregu i monedhave që është stabilizuar në sesionin e sotëm, por gjithashtu edhe shumica e tregjeve të tjera po shkojnë drejt stabilitetit, një sinjal që mund sugjerojë se situata në lindjen e mesme shumë shpejt mund të marrë një zgjidhje. Ndërsa në tregun e kriptomonedhave, pas fitimeve
që u realizuan ditën e djeshme, tendenca vijon në rritje edhe në sesionin e sotëm. Bitcoin ka fituar 1.88% të vlerës dhe është afruar më shumë nivelit të $70.000 kuotohet në $69.329.36. Ethereum në rritje me 1.99% është ngjitur sërish mbi nivelin teknik të $2.000 kuotohet pra nivelit të $2.008. Ripple është rritur me 1.3% të vlerës, kuotohet në $1.3722. Edhe Litecoin është rritur me 1.45%, kuotohet në $55.32 dhe Bitcoin Cash ka fituar 2.41% të vlerës, kuotohet në $452.43 për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërkohë, në tregun e naftës, benchmarkët kryesor pasi u rritën me rreth 9% në 2 sesionet e kaluara, edhe sot janë në rritje, por në mas më të vogël, mbi nivelin e 2%, bëhet fjalë për naftën Brent dhe naftën bruto. Ndërkohë në 2 sesionet e kaluara, të hënën dhe të martën, rritja ishte me 7% ditën e hënë dhe me mbi 4% ditën e martë. Aktualisht Brendi Londrës tregtohet në $83.55 për fuqi, në rritje me 2.64%. Edhe nafta bruto amerikane ka fituar 2.41% të vlerës, kuotohet në $76.36 për fuqi. Shqetësimi kryesor i mesatorëve është pikërisht bllokimi i xhirit të Hormuzit, pati një deklaratë nga Donald Trump për të përdorur marinën amerikane, e cila do të shoqërojë anijet ekstern të qarkullojnë në xhirin e Hormuzit, por në anën tjetër Irani ka paralajmëruar se do të sulmojë çdo anije që tenton të dalë apo të hyjë në xhirin e Hormuzit. Për këtë arsye, kujdesi është mjaft i lartë pavarësisht deklaratave të bëra nga presidenti amerikan. Njëkohësisht Katari ka njoftuar se ka pezulluar prodhimin e gazit natyror dhe pjesa më e madhe e këtij gazi shkon drejt Japonisë dhe drejt Europës, 2 vende që nuk kanë shumë burime të gazit natyror ndryshe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nafta e përpunuar në bursën e Londrës është rritur edhe me 7.84% në sesionin e sotëm, ka kaluar nivelin e $1.000 për ton, tregtohet në $1.059.49 për ton. Në këtë mënyrë, në harkun e 3 sesioneve, kjo kontratë ka fituar mbi 30% të vlerës dhe reflektimi ka ndodhur edhe në tregun e brendshëm. Në orët e pasdites së dieshme, disa kompani rritën me 4 apo 5 lek për litër çmimin e naftës dhe të benzinës, si një reagim më tepër emocional ndaj këtyre zhvillimeve në lindjen e mesme dhe me shumë mundësi për shkak të rritjes së çmimit të naftës së përpunuar, e cila merret si referencë nga importuesit tanë, me shumë mundësi edhe në tregun e brendshëm shumë shpejt brenda ditës do të shikojmë çmime më të larta të naftës dhe të benzinës. Ndërkohë, për sa i përket ecurisë metaleve të çmuara, vjetre, të paktën ditën e dieshme u vërejnë një tendencë në rënje për arin, argjendin dhe platinin dhe më tepër u cilësua si një korektim i çmimeve, sepse ari u ngjit drejt nivelit të $5.500. Në sesionin e kaluar, metali i verdh humbi 3.6% të vlerës, ndërsa sot është në rritje me 0.76%, kuotohet në $5.162.8 për oncë. Argjendi është në rritje me 1.49%, tregtohet në $84.72 dhe platini realizon fitimet më të mëdha në rritje me 3.49%, kuotohet në $2.147.9 për oncë. Investitorët në tregun e metaleve të çmuara gjithashtu do të vijojnë të jenë të fokusuar tek zhvillimet që kanë të bëjnë me lindjen e mesme, ndërkohë ditën e dieshme ari preku nivelin më të lartë në 4 javët e fundit përpara se të fillonte korektimin, tendencën në rënje përgjatë sesionit amerikan. Do të shohim gjithashtu edhe ecurinë e tregut evropian të aksioneve, ku shumica e bursave po tentojnë njëri më këmbje në sesionin e sotëm. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë kanë fituar 0.14 dhe 0.38%, CAC 40 i Parisit dhe indeksi zyrtarit SMI janë rritur me 0.35 dhe 0.81% dhe FTSE MIB i Milanos ka fituar 0.32% të vlerës. Indeksi i Spanjës, IBEX 35, madje ka realizuar ditën e dieshme, por gjithashtu edhe sot humbjet më të mëdha, pikërisht për shkak deklaratës së bërë nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili tha
ose kërcënoi Spanjën se do të ndërpres çdo linjë tregtie me Spanjën pas deklaratës së bërë nga kryeministri Sanchez, i cili nuk ka pranuar të përfshihet në luftën e Shteteve të Bashkuara dhe të Izraelit në Iran. Për këtë arsye, Bursa e Spanjës realizon humbjet më të mëdha, ndërsa në 2 sesionet e kaluara, të hënën dhe të martën, ka qenë sektori bankar, sektori udhëtimeve, ai i sigurimeve dhe i shitjeve me pakicë që ka realizuar humbjet më të mëdha, por me sa duket sot është rikthyer një farë stabiliteti. Ndërkohë për sa i përket ecërisë së 3 indekseve kryesore në Wall Street në sesionin e kaluar, vjetë gjithashtu një tendencë në rënje, Dow Jones ka humbur 0.83%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq janë mbyllur në rënje ditën e djeshme me 1.02 dhe 0.94% të vlerës. Shkurtimisht do të shohim edhe ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, ku fitimet vijojnë kryesohen nga kompanitë e prodhimit të armatimeve, ndërsa sektori bankar, pavarësisht një tendence për durim më këmbur në sesionin e sotëm, ka qenë i dëmtuar në sesionet e fundit. Të presim tabelën për të parë kompanitë që realizojnë fillimisht fitime në bursën e Frankfurtit në Gjermani, ku SAP është rritur me 1.79%. Infineon, Siemens, Sölv, Bayer AG dhe Munich Re kanë fituar nga 1.26 deri në 1.64% të vlerës. Dhe së fundmi në kompanitë që realizojnë humbje në bursën e Frankfurtit, Adidas ka rënë me 4.89%, Continental, Sunrise, Siemens AG dhe Kiagen kanë humbur nga 1.35 deri në 2.65%. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente.